Tani pyetja që kam unë për qeverin është, kur bordi të llogarisi çmimin e naftës, për kompanitë e shumicës, çmimi i blerjes me shumicë do të llogaritet çmimi i paguar realisht, pra ai çmimi dhjetorit, janarit apo shkurtit, apo do të llogaritet si çmimi blerje ky çmimi që ka bursa sot. Se ky është një truk shumë i rëndësishëm, bëhet fjalë për një diferencë shumë të madhe. Është gati dy fish çmimi, shikoni në tabel. Në janar, placi ishte diku te $680-690 për ton. Unë e kam rrumbullakos 700 tabela. Jo, bashkë me premje, se kam futur premje që ato shpenzime e transport e kosja e sjelljes. Që i bie që nëse bëjmë një llogari, çmimi për litër, kostoja për litër e blerjes së naftës, do të ishte 47 lekë. Sot që flasim, placi është diku te $1.350. Ishte deri dje, domethënë, $1.350, që e çon koston në afërsisht 90 lekë për litër. Bordi kur të vendosi për çmimin në tabel, si do të thotë kompanive të shumicës, çmimi i blerjes është 47 lekë apo 90 lekë? Sepse nëse ju thot reale që çmimi i blerjes është 47 lekë, atëherë plus 3 lekë janë kompanitë e pakicës, plus 12 lekë e shumicës, plus 12 lekë kompanitë e pakicës, plus 110-120 lekë taksa, do të shkojë diku te 175 lekë. Përsëri. 170 me 175 lekë, diku në këtë range do vej. Se kam bler naftën që atëre. Nëse bordi ju vë si kusht që hajde këtu me sa e ke bler naftën e ke bler me kaq lekë. Atëre, çmimi do ta llogarisësh me kaq. Do të dali në tabel me 170 lekë, 172, 173. Nëse bordi ju thot që, shiko, si kosto bler do të njoh placin e ditës, që nuk ka sens, sa ata se kanë bler sot, kanë kohë që e kanë bler, i kanë faturat aty, atëherë çmimi i daljes nga pika e shumicës do të jetë diku te 90-93 lekë, dhe plus 12 lekë bën 100 ca lekë, plus 110 lekë bën 215-217 sa që është sot. Qa do vendosi bordi? Se detyra e bordit është që të na mbrojë pikërisht nga ky abuzim me çmimin. Pra, nga se do na mbrojë bordin e? Kur kompanit e blejnë naftën lirë dhe abuzojnë, duke deklaruar se kam bler shtrenjtë. Për këtë e blejnë bordin. Pra, bordi do të thotë, hajde këtu, do pyesi kompania, me sa ke bler naftën ti? Unë e kam bler, do thotë kompania, me 95 lekë. Litri, kostoja. Dhe thotë, hajde këtu, si dhe letrat? Do marrë, do kontrolloj letrat? Jo, nuk e ke bler me 95, e ke bler me 90. Do shtosh dhe 3 lekë që është fitimi, do vej 93. Për këtë është bordi. Edhe për atë 2 lekshin. Pra për të na ruajtur nga abuzimi që do bëjnë këta me çmimin. Tani bordi do ta aplikoj këtë, sepse kjo është tamam rasti përse e ngren bordin. Që ai mos na vit na shesi inventarin që e ka bler me çmimin e vjet, na shesi me inventarin e ri. Bordi çfarë do bëj? Do të na ruaj nga ky abuzim me çmimin apo jo? Bordi do bëj ca zhurmë, edhe ajo task force do flitet në media sikur do bëjnë namin, ndërkohë që do kapi ndonjë nga këta fakirët, nga këta të pakicës, do kapi ndonjë që ka luajtur ndonjë 2-3 lekë me çmimin dhe do t'i bëj peshk ato. Do çoj, do i marri, do i mbylli, do i vëj gjoba etj. Ndërkohë që për këta të shumicës, këta importuesit e mëdhenj, domethënë çet kastrati me shok, që ka shumicën, që do realizojnë 200% fitim me një lëvizje, sa e ka bler 40, ja deklaron bordit 90, 50 lekë, me një truk të thjesht, 50 lekë, pap, këta, s'do t'i gjoni asnjë gjë për këta, harrojeni për këta, ata të vjetë do t'i këpusi ato, pap. Kështu që kjo është ajo që do të prisni nga bordi.